22 maj, Fokus nga Robert Papa ju përshëndes, ngriuni për vendin tuaj. Respekt për heronjtë të revoltës ose kryengritjes Spaqit dhe të Qafës Barit. Kam pasur çdo vit intervista me personazhe nga kryengritja e Spaqit dhe Qafës Barit. Shumë për tyre nuk jetojnë. Kush dëshiron mund të hyjë në kanalin ton dhe të dëgjoj intervistat e Mërkur Babametës, Fiqiri Muos, atyre heronjve ndaj të cilëve kemi të gjithë një uhat madhe morale dhe shteti post-komunist një uha financiare pa mas. Respekt për të gjithë ata. Sa herë që shkoj në Tiranë, unë takoj, respektoj, dëgjoj nga personazhe të asaj kryengritje që me të vërtet ishte diçka e pa imagjinueshme. Dhe më vjen mirë që në materialet që kam gjetur në Departamentin Amerikan të Shtetit, Jesse Helms, një figurë e madhe konservative reale, ja ka ngritur dhe i ka shkruar presidentit Reagan, duke folur dhe duke shkruar gjatë për kryengritjen e Spaqit. Nuk që revolt, ajo ishte kryengritje. Respekt ndaj tyre. Nga pyetjet që kam, shumë pyesin që ky ish generali që do të vi ambasador në Shqipëri, do të shkatroj Ramën, do të përmbys statukon. Ambasadori qoftë dhe ish general, qoftë dhe ish kapten, nuk del dot nga shinat e politikave të shefave në Departamentin Amerikan të Shtetit. Departamenti Amerikan të Shtetit në Rubjen ndryshon tërësisht nga Departamenti Pompeos, pra nuk bëjnë deklarata as për zgjedhjet elektorale kudo në botë, nuk bëjnë deklarata për shkeljet e demokracisë, por primare kanë interesat financiare ekonomike të Amerikës. Fakt. Por fryma e djathtë e departamentit, që më së shumti del nga zëvendës presidenti amerikan, kudo që shkon, do të ndihet edhe në Shqipëri. Çfarë janë pluset dhe minuset e ish generalit pensionist që pretendon dhe ndron të vijë ambasador? Ka qenë kandidat për ambasador në Katar në 2021, nuk ka kaluar. Uroj që mos ngjas përsëri. Procesi i caktimit të një ambasadori është sa i ndërlikuar dhe kërkon shumë lobbying. Shqipëria nuk ka qenë kur vend me një ambasadë të nivelit lartë ku të ketë pasur emrim politik. Pra ka dy emrime. Emrimet e Jurikimsa e Company, pra diplomat karriere të cilët hypin me grada brenda departamentit, dhe ato që quhen emrime politike, pra nominime që bëhen nga presidenti, nga njerëz që nuk kanë asnjë lloj njohurie nga diplomacia, por kryesisht janë donator me miliona dollar gjatë fushatave dhe presidenti i shpërblen. Shpesh mund të marrë ndonjë ish senator, ndonjë ish guvernator, pra figurë politike, duke e shpërblyer me post të ambasadori. Newt Gingrich, për shembull, ka qenë speaker i Kongresit, mbështetës i madh i Trump. Gruaja e tij emërohet ambasadore në Zvicër, natyrisht është një lloj lobingu. Por shumica e emrimeve politike, pra, vijnë nga donacionet me miliona dollar. Ka pasur një lloj përqindje, jo më shumë se 10 deri 20% të jenë emrime politike, 80 jenë nga diplomatët e karrierës. Trump e ka shkatruar këtë. Ndaj përfitoi Shqipëria duke pasur një emrim të cilin mund ta konsiderojmë politik me një ish general me trajtje. Tek emrimet e karrierës ka një komision me 5 vet, në krye është Rubio, që kalojnë listat të gjithë kandidatët. Në demokratët ka pasur do të ishte transgender, të ishte gay, afrikan-amerikan, aziatik, dhe ti përfitoje nga kuotat. Me administratën e Trump, kjo nuk ngjet më. Kjo është diçka pozitive. Pra, nuk do të ketë në ambasadën e Tiranës dikë që do të përgjagjësonte 99.99% me Jurikim. Një general është i pakorruptueshëm. Një general që e njeh
karakterin shqiptar, por gjithkush mund të pyes. Si vajti emri i tij te tryeza e zotit Trump? Se Trump as nuk e nje kandidatën për ambasador dhe nuk ka se si. Më fal, në qoftë se do të kishte në një potencë të madhe, një ish general, Trumpi mund ta ngrinte detyrat siç ka pasur shefin e kabinetit ish general, siç mori shefin e Pentagonit ish general, por që të kalosh në administratë publike, duhet të kalosh në një lloj vettingu. Dhe ai ka pasur dhe interesime financiare. Kush e ka mbështetur pra ambasadorin, kandidatin për Shqipëri? Se figurë politike nuk është. Në qoftë se janë ato grupe që e mbështetën dhe donin ambasadorin në Katar, për mua më lë një dozë mos kënaqësie. Sepse di mirë se kush janë ata njerëz afër Trump që kanë interesa në Katar. Por, në një kohë që Amerikës i mungojnë 90 ambasador në për ambasada kudo në botë, dhe fakti që Ballkani thuajse nuk ka ambasador, Maqedonia, Bullgaria, Malizi, Kosova, Serbia, Shqipëria, ndërkohë që në Greqi dërgoi atë që quhet Margarita Girl. Skandaloze, por një emrim që duket që ka mbështetjen e familjarëve të Trump për të larguar ish fejuar në djalit sa më larg nga Donald Jr., i cili ka një dashuri të çuditshme për Serbinë. Në qoftë se do të ishte Donald Jr., do ta dërgonte në Serbi në generalin. Megjithatë, nga hearing që dëgjova, nuk më krijoi në një përshtypje të një fjalore eloquent intelektual, në qoftë se krahasoj me kandidatën e fundit, Kostenalçik. Brillant në hearing, diplomat klasi, por që nuk kaloi sepse u blokuan nominimet në blok. Dhe ai ka kaluar në një NGO dhe kishte një shkrim të shkëlqyer analitik duke i bërë një radiografi sistemit kriminal të Ramës. Fatkeqësi që ai nuk kaloi si ambasador. Mendoj se një ish general, një ushtarak nuk korruptohet. Por ka pasur dhe të korruptuar afër Trumpit si Michael Flynn, general, e solli këshilltar sigurisë kombëtare, tani po merr miliona dollar si dëmshpërblim. Por nuk guxoi ta fuste prapë. Duke pasur Shqipëria një ambasador, në Ballkan tregon që ne jemi vendi me më shumë rëndësi për amerikanët. Ky është lajm i mirë. Tani, ti kur merr një nominim, nuk ke akses të plot tek dosjet e departamentit amerikan të shtetit, derisa të kaloj votimi në Senat. Por ai, siç ndodh në procedurë, dhe këtë e kam nga përvoja ime se ish diplomat, do ketë kontaktuar me 2-3 ambasador amerikan në Shqipëri. Dhe nga përgjigjet që dha, mua më duket më shumë gjuha jurikim. Sepse ai kam lexuar për SPAC, tha. Ku ke lexuar për SPAC, zotëri? Sepse në median amerikane nuk ke çfarë lexon për SPAC. Në qoftë se ke parë dosjet në departamentin amerikan të shtetit, e fundmi i mojkanëve aty ka qenë jurikim. Ne e dim të gjithë që SPAC është krijuar nga amerikanët dhe mbështetet haptas nga amerikanët. Kjo nuk ka diskutim. Por si nuk ka diskutim që prokurorët që janë SPAC janë me njollë. Janë me njollë. Ka prokuror nga koha e komunizmit, ka prokuror që nuk e kanë klasin siç duhet, dhe profesorin që ka ardhur tani fle. Nuk ka arrestuar kënd. Dosjet janë masive. Ka njerëz të FBI-t, as nuk diskutohet. Nuk mund të thuash SPAC është i pavarur dhe apolitik. Kur ka dështuar me ballukun dhe kur nuk kërkon arrestimin e familjarëve të Ramës dhe Ramës vet. Generali, në qoftë se do të votohet, do të shikoj këto. Në ato që tha ai, mos na tronë diçka. Ai kërkon që Amerika të bëhet më e sigurt. Pra Shqipëria cënon sigurinë amerikane. Do të mbështes luftën ndaj korrupsionit legal dhe ekonomik, tha ai, dhe luftën transnacionale kundër trafiqeve drogës. Trafiqet e Amerikës Latine
ku grupet shqiptare indirekt janë shkaktar të vdekjet të Amerikanëve pikërisht nga këto droga. Por nuk tha do të luftoj trafiqet në Shqipëri. E ka për sigurinë e Amerikës, natyrisht që kjo na ndihmon. Personi e di që në ambasadën në Tiranë është shteti i stacionit, personi që është njësoj si këshilltari i sigurisë kombëtare, CIA dhe FBI ka dhe përfaqësues DEA-s. Me një ushtarak do të jetë shumë herë më pozitive. Dhe duket që politikanët shqiptar nuk janë shumë të gëzuar që na vjen një ish ushtarak. Natyrisht që ata që ja kanë sugjeruar presidenti Trump mund të kenë parë dhe interesat financiare, sepse ai tha që do të krijojë kushte për investitorët amerikanë të kenë lehtësira në infrastrukturë, energji dhe inteligjencën artificiale. Nuk e di nga e gjeti këtë ish generali, kush e ka thonë, se nuk ka në një. Bum, në qoftë se do inteligjencë artificiale, shkon në Kroaci ku u investuan 50 miliard dollar nga amerikanët, po dhe atje ende nuk ka ambasador. Kjo është problemi i administratës Trump. Është në kaos. Ende departamenti amerikan i shtetit nuk kishte numrin 4, këshilltarin ligjor, i cili u fut në një paket me ambasadorin ton. Nuk ka ende drejtor për byron e Europës. Ai që duhet të jetë shefi direkt i generalit. Urdhrat vijnë nga departamenti. Generali Korrier është. Por një ushtarak nuk korruptohet. Dhe nuk besoj se do të bëhet lolo në përfustane e zyrat njerëzve të Ramës, larg qoftë si urikim që akuza për prona në jug dhe përfitime nuk më dha me ato tetëset lundruese. Dhe jo më kot, punon sot tek një kompani e madhe nafte që ka përfituar atje. Qa do shenjë më të madhe për korrupsion? Shqipëria më në fund do të ketë një figurë se për mua ambasadori më profesionist me të cilin nuk kam pasur kontakt mbetet Lake. Realisht, i cili nuk pranoi, ma dëgjoni me vëmendje, në 96-ën të bëj faktor për largimin e Berishës. Pranoi të largohej përpara mandatit. Ma ka deklaruar vetë. Dhe sollën Marizalinën për të bërë atë që bën në 97. Ju theksoj edhe një herë që në departamentin amerikan të shtetit, që janë rreth 27.000, 25% nga CIA, dhe thuhet që në raste të caktuara ambasadori mund të jetë dhe kontingjent nga CIA. Kjo duhet këtë ndodhur Limpret të Lino, sepse po të shikosh pozicionet që kanë pasur dhe ku dhe jenë më pas, por ardhja i generali, unë them welcome, do të tentoj, do të orvatën për mes medias si atashuar në departament, të di më shumë dhe uroj që të mos blokohet nominimi si ndodhi me Kastenacik. Një senator i çmendur mund ta blokojë. Siç bën republikanët më parë, mund bëj një demokrat. Dhe nuk je pas një arsye. Ky është pushteti shumë i madh i Senatit. Dhe Trump ka filluar ta ndjejë. Ndërkohë, Rama s'ka folur. A ka lobuar Rama që të vinte një ish general? Se çdo gjë është e mundur. Rama i pastron këpucët Kushnërit dhe Ivankës. Por e majta amerikane ja bëri pyetjen për bizneset e familjarëve të Trump, për konsulentin politik dhe për opozitën, të jemi realist. Pra duket që ata din çdo gjë. Mos prisni që ambasadori kandidat të dilte kundër fëmijëve të Trump. Teknikisht ai nuk di asgjë. Dhe teknikisht çdo në shtetet amerikan ka drejt investojë pa shkelur ligjur dhe pa pasur konflikte. Sepse ata nuk kanë poste, por Kushneri duket sikur është numri 2 i departamentit mbas Witkoff. Se Witkoff është de facto sekretari i departamentit amerikan të shtetit për Donald Trump. Trump ka filluar luftë ndaj atyre që kanë qenë për hapjen e dosjes Epstein, ka larguar një kongresmen, Messi, me miliona dollar të paguar nga çifut e Izraelit, e turpshme.
një senator si Cassidy, i cili ka filluar thotë që nuk votoi për ligjet e Trump, për rezolutën në Iran dhe për atë billin për të ndërtuar dhomën e ballave që po shkon 1.2 miliard dollar. Trumpi ka shanse të fitojë zgjedhjet e Kongres në qoftë se do të zbatohet ligji i ri i Gjykatës Supreme për rindarjen e distrikteve. Por Karl Rove, Bill O'Reilly, Tucker Carlson thotë që mund t'i kthehet në bumerang. Kongresi zakonisht u mbet. Në qoftë se u mbet Kongresi, u mbet Senatin dhe ish generali nuk ka kaluar votën up or down në Senat, ngelën përsëri pa ambasador, ngelën përsëri në nivel konsulate. Por fakti që ambasadori i Shqipërisë hyri për hearing, ndërkohë që të gjithë vendet rrethësh nuk kanë, tregon që interesi amerikan ndaj nesh nuk ka rënë. Nuk e di, edhe e di që një ish general ka forcën e integritetit, si ushtarak, por si politikan kulisash, sepse ai dëshiron si ish general që Porto Romano të bëhet bazë amerikane. Por me Trumpin, me qëndrimin e NATO-s, nuk jam i sigurt që ngjet, sepse Trump hoqi 5.000 trupa nga Gjermania, do të shojë 5.000 në Poloni, se Polonia është reale, ka forcë. Tek ne nuk e di. Amerika ka 100.000 forca në Europë dhe shpenzon 60 miliard dollar në vit. Trump ka thënë që kjo do të ndryshojë. A ka drejt ka sepse europianët u treguan anti-amerikan në rastin e konfliktit në Iran. Unë pres që ambasadori të votohet. Shpresoj që do një senator idiot nga ai që bëri pyetje edhe për konsulencat e opozitës të mos vendos holdin dhe të bllokoj. Ballkani unë dëshiroj dhe shpresoj të kthehet tek platforma e Jesse Helmsit të madh, që siç ja kam thënë, i kërkonte presidenti Reagan, Kosova duhet bashkohet me Shqipërinë. Nuk ka zgjidhje në Ballkan pa u zgjidhur problemi shqiptar. Dhe të jemi ne, qendra e Ballkanit dhe jo Serbia, Vučić, i cili mbështetet nga mediokri Donald Trump Jr., Grinell që ka humbur, mase ka marrë lejnë e lindjes, nuk e di, pa të kthehen nga vendi më pro-amerikan. Natyrisht që për amerikanët nuk ka rëndësi se cilët janë pushtet, kush është në zyrën e dikushmet në Metshell. Amerikanët mbështesin popullin shqiptar dhe për këtë duhet të jemi krenar, por dhe ne do të dim të sillemi ndaj tyre. Opozita duhet të ketë më shumë zgjuarsi të ndërtoj një case shqiptar-amerikanët, natyrisht e kishin një forcë. Mjafton 100 votues në New Jersey, në New York, por në këtë rast në Connecticut, i dërgonin disa pyetje senatorit dhe ishte i detyruar që ato pyetje t'i bënte atje. Unë si New York nuk mund ta bëja se s'ka në atë komision me jashtë, nuk kemi senator nga New York, por nga Connecticut dhe pyetjet mund të ishin që nga Nëngrada, që nga qëndrimet e Sorosit, se kjo është mënyra se si çështja shqiptare të arrijë. Por besoj që një ish general, i cili e nje karakterin shqiptar, do ta kuptoj shumë shpejt kur të zbres në Tiranë dhe do ta bëj lidhjen me disa trafiqeve të mëdha të Paraguajt, siç ai tha vetë, dhe atyre kullave përbindshë që ngrihen nga i përdhënuari i 3 përbindshëve 3 lindave. Uroj që të kalosh, ambasadori Wend, mos ndodhë si me Kostan Alçik, i cili ishte diplomat klasi, dhe në qoftë se do të ishte ambasador, ai shkrim analitik, ku me emër korrupsioni Ramës, Ballukut, do të ishte një plus i madh për ne. Shpesh është dhe me fat. Kemi qenë me fat kur erdhi Ryerson fillimisht ambasador me Jeffrey, por pa fat dhe të përbuzur Limpret,
dhe për disa figura që përfituan nga kotat e gejve, minorancave, afrikan-amerikanëve, aziatikëve, të cilët nuk kishin potencë reale. Një ish general, që pa diskutim ka mbështetjet e një lobi, që unë them janë afër familjes Trump, e ka këtë forcë. Kudo në Shqipëri.